I kaloni pushimet në Ulqin, mund të mos e njihni ku ta vizitoni herën tjetër. Kuvendi Mali të Zi miratoi mbrëm marrëveshjen për turizëm dhe zhvillimin e patundshmërive me Emiratet e Bashkuara Arabe, përkundër kundërshtimit të ashpër nga të gjithë politikanët shqiptar, nga presidenti i vendit dhe më rëndësishmja nga komuniteti ulqinak. Vetë presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, gjatë vizitës së tij në Ulqin e tha qartë se marrëveshja e firmosur nga qeveria anulon ligjet e vendit, por kjo nuk e ndaloi majorancën ta shtyjë përpara marrëveshjen. Me 46 vota pro nga 81 sa ka kuvendi malazez, marrëveshja u miratua. Por pse shqiptarët, por edhe të tjerët janë kundër kësaj marrëveshje? A nuk duan investime në Ulqin? A nuk e duan Ulqinin një Dubai të vogël, si shtrumbetojnë zërat pro-qeveritar? Ka dy çështje kyç që po i kundërshton komuniteti ulqinak. E para, marrëveshja u jep liri investitorëve nga Emiratet ta tjetërsojnë plazhin e madh, asetin kryesor turistik të Ulqinit. Dhe e dyta, mbase më e rëndësishmja, kreu i komunës së Ulqinit, Genci Imambegu, duan se ky projekt do ta cënojë identitetin shqiptar të Ulqinit. Importi masiv i punëtorëve nga jashtë, të cilët parashikohet të arrijnë në qytetin mbretëtar për të punuar në projektin e Emirateve, mund të ndikojë që shqiptarët ta humbasin statusin e shumicës në këtë qytet. Kuvendi madje refuzoi edhe amendamentin e deputetit shqiptar që të paktën ulqinakët ta shfrytëzojnë plazhin pa pagesë. Tani edhe ata duhet paguajnë për ta shijuar plazhin e madh të Ulqinit.